Rreth 250 vite burg ka kërkuar prokuria e posaçme për 33 të pandehur që akuzohen për një skem të mirë organizuar kriminale me qëllim kalimin e paligjshëm të shqiptarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe më pas Kanadas e Shteteve të Bashkuara. Për shumicën prej tyre kërkoi dënime që varionin nga 10 deri në 12 vite burg. Ata akuzohen për vepra penale që kanë të bëjnë me kalim të paligjshëm të kufinjve e kryer në formën e bashkëpunimit të veçantë të grupit të strukturuar kriminal dhe falsifikim dokumentash. Nëse të pandehurit do të shpallën fajtor, do të përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar duke ju ulur 1/3 dënimit. Një prej avokatëve që arriti të lexonte konkluzionet përfundimtare në seancën e kësaj të hëne, pasi prokuroria Elida Kaçkini dha pretensën, tha se s'pak ka arrestuar disa hallexhin dhe po kërkon t'i burgos me 10 vite. Dy grupet e strukturuara kriminale, ekzistenca e të cilëve është tashmë e provuar nga hetimi thot SPAK përgjatë viteve 2022-2024, kanë organizuar dhe ndihmuar kalimin e paligjshëm të kufinjve detar, ajror dhe toksor, kryesisht të shtetasve shqiptar, drejt Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Në këtë skem përfshiheshin edhe 2 agjenci udhëtimi shqiptare, të cilat luanin rol kyç në transportimin dhe logjistikën e aktivitetit të paligjshëm. Hetimi për të cilin dhan indicie kryesisht autoritetet spanjolle, zbuloi se shqiptarët largoheshin nga vendi ynë me pasaportat e tyre origjinale brenda zonës Schengen, ndërsa dokumentet false për të shkuar drejt Britanisë, Amerikës dhe Irlandës apo Kanadas u dërgoheshin me post në hotelet ku qëndronin në Spanjë.